do të më konë për atinve që ka në thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, unsur e khake dhalimen e u madhluma. Dihmoj e vllaun tanë kur është në drejt edhe kur është në shtremt. Edhe shokët e pejgamberit alayhis salam i kanë thonë kur është në drejt na pedina çish më ndihmu, po kur është shtremt çish më ndihmu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, merre për dorë edhe ndaj për të keqës. Tash që kjo është roli kryesor i joni si hoxhallar, se kur të shohim për shembull se dikush e ka shluar rrugën, kur e shohim që dikush po bën tani problem ose shfaqet ndonjë dukuri negative në shoqëni, e joni është me fol për atë dukuri. E tash na përket xhamiat ku shkojsh apo thon non stop folet apo thon. Jo folet për bigjozin, jo folet për alkoolin, jo folet për narkotikët, jo folet do thot për shkurrëzimin, jo folet do thot për urrëtitjen, jo folet do thot qysh me ndëru babën e nanën. E këtë këto janë elemente të cilat na çojnë nga bashkimi.